Mirëmbrëma miq të programit Motiv dhe mirë se erdhët në studion tonë. Në këtë edicion të Motiv do të kemi një rrugëtim tjetër profesional nga një shqiptar i suksesshëm në Mërgat. Sot do të kemi një bashkëbisedim me një artist të shuar. Artist i shuar i fotografisë, më saktësisht i njohur si specialist i portretit dhe si specialist i komunikimit digital dhe trashëgimisë kulturore. Ai është një artist që kryesisht profesionin dhe punën e tij e ka të bazuar në Zvicër, ku mesjerash ka krijuar edhe një qendër kulturore nga ku organizon aktivitetet të mirëfillta për ta prezantuar kulturën tonë në mënyrën më të mirë. Mënyra se si ai e percepton fotografinë e në veçanti portretin na hedh neve një dritë mbi atë se çfarë realisht është fotografia e vërtet, çfarë është fotografia e mirë dhe cili është mesazhi që fotografia duhet të përcjellë. Për më shumë rreth botës së tij brendësore të fotografisë, do ta ftoj në studio artistin Romer Imami. Mirë se erdhe Romer, kënaqësi që gjete kohë për ne në këtë udhtim tëndin të shkurt në Shkup. Mirë se erdhe, kënaqësi. Urdhëro akomodohu në studion e Motivit. U përpoqa me pak fjalë të përshkruaj, nuk hyra shumë te detajet sepse do hym gjatë bisedës, por besoj që e thash atë që realisht të personifikon ty si artist, një kuptim tjetër për portretin edhe për thellësinë që portreti duhet të ketë. Po, një përshkrim interesant edhe është bukur ta ndigjojsh prej dikujt tjetër se si njerëzit të perceptojnë bazë të dhënave që qoftë unë i kam dhënë apo se i ke gjetur në online. Rroft LinkedIn-i. Në rroft LinkedIn-i, po, është një mjet të cilin shumë e çmoj dhe të cilin ua rekomandoj sidomos njerëzve në të profesioneve të ndryshme, me qëllim që përpos përmbajtjes që kanë aty, unë t'ua zbukuroj dhe t'ia bëj më profesionale me një fotografi portreti profesional. Absolutisht. Romer, ardhjet e tua janë të shpeshta në Shkup. Si ishte kjo përvojë e fundit? Këtë herë duhet të pranoj Erlinda, isha me dirigjencën ose me referimin e fëmijëve, domethënë qëndrimi kësaj radhe ishte krye kput me dirigjimin e tyre. Domethënë ku deshin, shkum në Kosovë, shkum pak në Strug, pak në Shkup, ashtu që më vjen mirë që patëm mundësi të gjejmë ashtu edhe që edhe ata dhanë leje, thanë, "Okej, mundesh edhe këtë herë të shkosh në intervistë." Po. Në fakt e kam pritur unë gjatë këtë intervistë, sepse ne kemi bërë një podcast bashkë, por mundësia vizuale na jep edhe hapësirën që edhe ta shohim veprimtarinë tënde dhe punën tënde. Ne do të kemi kënaqësinë që vazhdimisht në ekranet plotësuese të kemi edhe punën dhe veprimtarinë e Romerit, edhe të mund të futemi pak më thellë tek botkuptimet e tua. Romer, dua të kthej pak tek fëmijëria, sepse ashtu e nisim çdo rrëfim të Motivit, sepse ashtu nis edhe çdo rrëfim i individit. Ti e përmendë Strugën. Po. E përmendë Strugën dhe do të kujtoj këtu një emër shumë të rëndësishëm, emrin Sureja Imami. Është prindi, baba yt, një pishtar i arsimit, mësues që nga viti 1945. Besoj tradita e edukimit ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme në familjen tuaj. Çfarë vlere more nga fëmijëria edhe çfarë të dha babai kështu si vath në vesh për ta mbajtur gjithë jetën? Një ndër porositë e fundit që ai dha ishte në mënyrë simbolike se ai neve fëmijëve të tij u alen një qelsme të cilin do të mund të hapim shumë dyer që në atë kohë na dukej shumë metaforike dhe shumë jo e kapshme, mirë po pas si qëndroi jetë, unë atë qels vazhdoj ta përdori edhe njëkohësisht ai është edhe ai qelsi i cili disi më hapi dyert edhe në këtë shtëpi mediale ku nuk është hera parë që jam. Përposa asaj është interesant që babi e ka epitetin të themi atë udhëhecinë e punës së arsimit, mirë po në rastin tim është interesante që është edhe nana ka luajtur rol shumë të rëndësishëm, për shkak se klasën e parë e kam kryer në atë kohë ishte Dame Gruev, tash më duket se është Adem Jashari, shkolla fillore, e kam kryer në klasën e saj. Ashtu që ajo ndikimi i të paturit një person në shtëpi në shkollë mësuese ka qenë shumë dualitet interesant. Rëndësia të cilën ata e kanë, mos them imponuar, po e kanë bjellë në neve si fëmijë për arsimim
besoj se reflektohet edhe tash. Reflektohet edhe në punën të cilën e bëj tash, edhe në këshillën të cilën shpesher përpiqem t'u jap edhe studentëve, nxënësve, edhe personave të cilët kanë aspirat për fotografi, që investimi më i mirë që ata mund të bëjnë në jetën e tyre nuk është në pajisjet që do t'i blejnë të fotografisë, por në edukim, në mbi ndërtim të vetvetes, në arsimim, ai është investimi që në fund më shumë do t'ju shpaguat. Absolutisht. E pikërisht edukimi ka qenë një element të cilit je investuar shumë. Fillimisht një medresant. Pas medresantit kaluar në gjuhësi. Në filologjik, realisht ku ke studiuar për gjuhën turke dhe italiane. Pastaj masteri në Itali, në Zvicër më saktë, në Zvicrën italiane, për komunikimin digital dhe në fund fare specializimi në Amerikë në Institutin e Fotografisë, një specializim i veçantë tek portreti. Pse kjo rrugtim me kaq zigzake, Romer, dhe çfarë të udhëhiqte? Për kësaj perspektive kur e shoh tash, edhe pse në atë kur e shpjegove duket se janë të ndryshme ose të lloj-llojshme, më duket se kanë një vit të përbashkët komunikimin. Po. Qoftë arsimimin që e kam bë në medrese ku jam përafruar temës së dritës, por në mënyrë pak më hynore, jo në atë teknike që ma vonë më vjen si pjesë e punës, qoftë në gjatë fakultetit të filologjisë, të gjuhës turke dhe italiane, qoftë edhe në magjistraturë, komunikimi ka qenë ajo vija bartëse ose ajo lidhje të cilët i cila i ka bashkuar të gjitha këto rrugtime që ma në fund disi, mos të them të kurorzohet, po të vjen me një përfundim me fotografinë e portretit. Edhe për pjekjes time që vazhdimisht të komunikoj diçka. Ka qenë një kërkim i vetvetes dhe sa edukimi të ka ndihmuar që ta gjesh atë unin tënd personal? Mua jo, kërkimi i vetvetes. Edhe ai kam gjetë ende është pikpyetje. Ende jam kur e shtartë në kërkim të asaj e kam gjetur. Është një rrugtim që s'përfundon. Nuk përfundon, po, është një rrugtim i cili vazhdimisht na mbindërton edhe zbulojmë dimensione tjera të vetvetes. Edhe shumë mire përshkruajtje, domethënë e tha, është një përpjekje ku përpiqemi ta gjejmë vetveten. Edhe mua më duket qoftë në shkollimin e mesëm në medrese, qoftë në fakultet, qoftë në magjistraturë, qoftë edhe jashtë kontekstit akademik, ajo sfida kryesore është gjetja e vetvetes. Edhe mendoj se momentin kur e gjejmë vetveten atëherës, ose mendojmë që e kemi arrit ta gjejmë deri dikundi, jemi më autentik në atë çka e bëjmë. Le ta shfrytëzojmë këtë moment për dhe një mesazh shumë të rëndësishëm për maturantët, të cilët për pak kohë do duhet të vendosin për rrugtimin e tyre. A është rëndësishme, Romer, që në jetë të kesh lirin për ta kërkuar veten, nga një lëmi në tjetrën? Rekomandimi im kishte qenë bëni gabime. Të ri, sidomos maturantët janë të ri, e kanë atë përparsinë e kohës, edhe në atë frymën e asaj se çdo përpjekje që nuk është e suksesshme, nuk është dështim. Nuk është dështim. Është përkundrazi, është një mësim që të tregon që kjo mënyrë nuk ka funksionuar. Edhe mundësisht, nëse mund të arrihet ajo që ta bësh atë për të cilën je i destinuar. Mendoj se ajo është një sfidë, sidomos për të rinj ta zbulojnë në kërkim të vetvetes, ta gjejnë vetveten, edhe mandej të bëjnë diçka, ndonjë punë, ndonjë aktivitet, ndonjë angazhim me të cilin ata mund të identifikohen edhe do të jenë pjesë përmbushëse e punës së tyre, jetës së tyre. Është aspekti financiar padyshim pjesë e rëndësishme e gjithë këtij rrugtimi, mirë po identifikimi me punën që e bën besoj se është shumë më i rëndësishëm edhe më përmbushës se sa vetë satisfakcioni financiar. Absolutisht. Romer, çfarë të ka ngritur më së shumti gjatë rrugtimit tënd për të bërë një fotograf? Cilat kanë qenë ndoshta hapat më pozitiv, më strategjik që beson se i ke bërë? Gabimet.
Gabimet e vazhdueshme edhe përpjekjet për të gjetur vetveten. Një pjesë që kisha dashur ndoshta edhe në këtë kontekst ta përmendja Arlinda është një pjesë e madhe e punës time që e bëj në Zvicër, ndërlidhet me fondacione specifike të cilët ndihmojnë njerëzve që kanë vështirësi shëndetësore të reintegrohen në tregun e punës. Edhe aty si fotograf, jo vetëm si fotograf, po edhe si njeri kam mësuar shumë. Më duket se mësimi më i rëndësishëm ose më i vlefshëm është gjetja e një baraspeshe. Gjetja e baraspeshës qoftë në aspektin fotografik ku përpiqesh ti si fotograf të kesh një baraspeshë në ekspozicion mes vlerave të errta edhe vlerave të ndriçme të një fotografisë, po ashtu edhe kërkimi i baraspeshës në vendimet edhe në jetën të cilën e veprojmë. Edhe ajo eksperiencë që e kam pas me këto fondacione më ka bërë të mbi të gjitha të mos jem person që gjykoj. Sa e rëndësishme kjo në jetë? Nuk është, edhe kjo këtë kisha mund t'ja jap edhe si porosi gjithë fotografëve, ne nuk jemi ata të cilët kemi rolin e gjykuesit. Detyra jon primare është ta përdorim dritën, qoftë atë fizike, qoftë atë metaforike, të paraqesim, në këtë rast me portretin, të paraqesim njerëzit në një dritë më të bukur. Kaq është ai misioni, filozofia e një fotografi. Nuk jemi aty të gjykojmë, edhe këtë e kisha ndërlidh, ndoshta nuk më kujtohet në podcasta e përmendëm, me një rast ku natyrisht secili prej ne ka të egon e vet, ka të qasjen individuale të përkufizuar, në një rast ku duheshte për një prej këtyre fondacioneve të fotografoj, edhe para me e kisha një vajzë të re, e cila në mungesë të komunikimit, që vesh prapë kthehemi te komunikimi, unë e keq kuptova qeshjen e vazhdueshme të saj. Edhe e mora si nënçmim personal, deri në atë masa duheshte ta ndërprejm fotosesionin, i thash, a mund të dalësh për jashtë, rregulloj grimin pak edhe ktheu prap, që më dha kohë pak të reflektoj mbi çka është detyra ime. Unë nuk duhet ta lejoj vetveten të lëndohem, qoftë edhe ajo nëse ku e di, buzëqeshën ose qeshën me ndonjë aspekt timin. Edhe mbasi mbaruam fotosesionin, zakonisht kam briefing edhe me stafin atyre dhe konkretisht njëra prej atyre coachave që unë ndihmon këtyre personave të gjejnë punë, më pyeti si ishte eksperienca me zonjën në fjalë, po. Në fjalë, Majer të themi në thojza, edhe më erdhi çudi, thash, po pse thash prej gjithë atyre 12-15 personave më pyetën për këtë që ishte shumë masiv, thash sfiduese ishte, nuk shkova më atje. Si sfiduese, po thash nuk kishte problem komunikimi dhe vazhdimisht me një buzëqeshje ironike më drejtohej edhe derisa nuk e realizum. Fotosesione ajo më tha konkretisht që ai person të cilin e ke fotografuar ka pas vështirësi tjera të natyrave të ndryshme dhe buzëqeshjen ose të qeshurën e ka pas si mekanizëm mbrojtës, nuk e ka pas me qëllim të ashtu. E për mua ishte më duket ky një moment vendimtar që ndriçimi që cili është roli im. Roli im është ata t'i paraqes, mos t'i gjykoj, t'i paraqes në një dritë sa më të mirë. A kishe ti një model inspirimi, Romer, gjatë rrugtimit tënd? Një model vlerash tek i cili bazoheshe? Nuk dija kisha mund ta përkufizoj atë në një. Ndoshta kisha mund të them që është një tërësi ose aspekte të ndryshme të njerëzve të ndryshme me të cilët kam bashkëpunuar, të cilët më kanë ndihmuar në atë rrugtimin tim. Nëse kisha mund të veçoj një person i cili padyshim ka lanë mbresë edhe në veprimtarinë time, kisha mund ta veçoj edhe si të fundit, kisha mund ta veçoj Fadil Berishën, me cilin kem pas edhe një eksperiencë profesionale. Kam pas një eksperiencë shumë të jashtëzakonshme edhe një mësim jetësor. Shpesher Fadilit i drejtojmë si fotograf, unë kam dëshirë t'i drejtojmë si Fadil njeriu,
se ai dimenzioni njerëzor të Fadili e te i kalon atë fotografik, atë profesional. Edhe mund të them që ajo rezidencë, ai qëndrim që e kam pas, bashkëpunim, bised, gabime që i kam bërë gjatë atij qëndrimi, kanë lënë brez të jashtëzakonshme në veprimtarin tim. Edhe pse ndoshta jemi pak a shumë në drejtime të ndryshme të zhanreve të fotografive, personaliteti i tij, qëndrimi njerëzillëku i tij, ashtu nëse mund të them, është diçka që ende e mbaj në vete. Çfarë vodhe profesionalisht nga ai? Në thojza etike? Gjën të parë, kur shkova te Fadili, ishte mendova se është aparati i tij, ai cili bën ato fotografi të bukura, edhe gjën të parë që e bëra ishte të shkoj të marr aparatin atje të shoh në çfarë opcione e ka rregullu thjerëzën e senda ndej këndej, që më vonë të kuptoj se ajo është ndoshta vetëm një 5% i gjithë punës që e kam bë atje. Çfarë vodha nuk do të tregoj, po do të tregoj çka nuk do t'ja, ashtu të themi, nuk do t'ja fali asnjëherë Fadilit, është që nuk ma bëri me dije që drita me të cilët neve përpiqemi t'i paraqesim njerëzit në një dritë më të mirë, din ngadonjëherë të verbron. Dhe verbrim pas të cilit mandej njeriu shef ndryshe. E kjo është një gjë që ndoshta nuk do t'ja fali asnjëherë Fadilit, që nuk më tregoj që ky profesion, ky pasion, ky angazhim din të verbron. Në sensin që të fut në dimensionet më të thella të njeriut, të shohësh atë që është e padukshme? Po, nga njëra anë din të verbron edhe të mos shohësh gjëra të cilat i ke edhe para vetvetes. Mirë po them, verbrim pas të cilit shef ndryshe. Shef gjëra të cilat njerëzit tjerë ndoshta nuk janë në gjendje të shohin, edhe gjë e cila kërkon edhe përgatitje personale që të pajtohesh edhe me faktin që mos të presish edhe njerëzit tjerë të shohin atë çka e shef vet. Absolutisht. Kjo çështje besoj edhe kjo lloj thellësie filozofike besoj që duhet jetë tek çdo profesion, tek çdo profesionist që merret me punë që specifikisht janë artistike ose tentojnë të kenë një impakt pak më të gjerë social. Jo gjithmonë shifen gjërat nga perspektiva tjetër ashtu siç ne duam që ato të shihen. Romer, dua të hym pak më thellë tek botkuptimet e tua të fotografisë dhe të portretit. Ti e quan fotografin jo vetëm një shkrepje, por është një dritë shkrim nga i cili realisht dalin në pah tiparet më të thella të individit. Çfarë është një fotografi e mirë, Romer? Fotografi e mirë mund ta definojmë edhe në aspektin teknik, se çka nënkupton fotografi e mirë, edhe është një pjesë që në ato punëtori që i organizoj e shpjegojmë çka në aspekt teknik nënkuptohet një fotografi e mirë, edhe pse ajo është vetëm një përqindje e vogël e asaj tërësie se çfarë nënkuptojmë fotografi të mirë. Nëse ishim përqendruar te puna e portretit, gjë të cilën e kam shumë më përafër profesionit edhe angazhimit, po, autenticiteti më duket se është ajo brendësia ose thellësia e fotografisë të cilën unë përpiqem të arrij me personat të cilët i kam përballë. Autenticiteti i cili në ditën e sodit është shpeshherë edhe vështirë të arrihet, qoftë për shkak të barierave që krijohen mes vetë fotografit edhe personit të cilën e fotografon, qoftë edhe teknologjitë e sotme të cilat ngadonjëherë shkojnë deri në atë ekstrem sa që e humbin lidhshmërinë me realitetin në të cilin jemi edhe krijojnë një realitet fiktiv që është shumë larg nga përditshmëria jonë. Për atë mund të them që një fotografi e mirë, spakun sipas definicionit tim do duhet të ketë atë kryefjalën autenticitet në vete. Sa bie ndesh kjo, Romer, me atë që ne sot realisht e shohim?
në media, në fotografi. Sepse sot fotografia është një gjuhë shumë e pranishme e shprehjes. Rrjetet sociale janë përplot me fotografi dhe është në një farë forme mediumi më i qasshëm i shprehjes së individit. Qoftë edhe njerëzve që nuk janë fytyra publike dhe nuk kanë base një mesazh për t'i dhënë shoqërisë, por secili sot e ka një profil në Facebook ose në Instagram ku përmes fotografisë tenton ta pasqyroj vetveten ose mënyrën e jetesës. Dhe çfarë shohim aty, Romir, është një tentativë për ta tërhuajsuar vetveten. Si e komenton ti si profesionist këtë aspekt? Është gjë të cilës nuk mund t'i shmangemi. Domethënë është pjesë e përditshmërisë tonë, e cila, si e përmenda, na largon prej asaj pra realitetit me të cilin mandej në fund përsëri ballafaqohemi. Po. Fakti që fotografia është një medium i cili për fat të mirë mundson komunikim jo verbal, edhe është qasja deri te realizimi i këtyre produkteve është demokratizuar deri në atë për masa që secili prej nesh e ka një aparat me të cilin fotografon. Përpjekja ime si fotograf atyre që mund t'u apërcjelli këtë porosi është që atë ta shohin pak më tepër se vetëm një shkrepje, po ta shohin nga dimensioni i përpjekjes që të shkruash me dritë. Edhe kur e shef fotografin si një instrument ku në dorë ke dritën edhe mundesh me atë të shkruash, më duket se edhe prezentimi i vetvetes, edhe prezentimi i realitetit merr një dimension pak më fisnik. Më të realt, po. Më të realt edhe më fisnik, se në fund ne përsëri do të ballafaqohemi me vetveten tonë para pasqyrës. Sado që të kemi mundësi ta modifikojmë atë realitet, neve dalim për para pasqyrës, edhe pse tash teknikisht e shohim dhe pasqyrja është një lloj invertimi i realitetit. Aparati e shef më realisht personin se sa neve që e shohim vetveten në pasqyre, po nëse e shifet nga ajo qasja që me këtë përpiqesh të shkruash një narrativ me dritë, më duket si jep një thellësi tjetër edhe shkrepjes edhe fotografimit, edhe ndoshta na bën edhe më modest në atë çka duam të dokumentojmë. Jo, ku e di, është një farë tendence e fotografimit ku bëjmë 50 fotografi të ndonjë skene të caktuar, se nuk kemi për kufizime teknike, mund t'i kuantiteti nuk e kompenzon kualitetin. Absolutisht. Është shumë më mirë të jemi vetvetja, ndoshta ta kuptojmë atë dimensionin e fotografisë si një dritë të shkrimi edhe të bëjmë një shkrepje të paramenduar mirë, domethënë të analizuar. Shpesh një instrument i mirë për të arritë këtë është fotografimi me film, ku je i kufizuar në 36 poza. Atëherë si shumë më selektiv në atë çka don të dokumentojsh, si don ta dokumentojsh, si don ta bësh kompozicionin, në krahasim me fotografinë digjitale, ku në fund është një farë lloj kodi binar të cilën aparati e bën edhe na jep një paraqitje të realitetit që pak dallon nga filmi, ku kimia ose fizika e dritës luan rol shumë të rëndësishëm. Romir, duke marrë parasysh të dy elemente shumë të rëndësishme që i përmende, e para punën që ke bërë ti me fondacionet që reintegrojnë individët që kanë pasur probleme shëndetësore në tregun e punës, duke tentuar gjithmonë që të nxjerrësh anët më pozitive, më të mira të tyre. Dhe në anën tjetër elementin autenticitetit që përmende, që sot është venitur jo vetëm tek fotografia, por në shumë lloj aspekte të tjera jetësore. Cilat janë këshillat e tua për një ta themi një fotograf të ri? Si duhet ai të arrijë ose si është e mundur të arrihet pikërisht kjo lloj drite që ti nxjerrësh në pa pjesët më të mira të individit përmes fotografisë? Do ta tregoj rrugtimin tim, a është i suksesshëm apo jo, është mbetet shikuesit ta vlerësojnë. Koha është një element shumë i rëndësishëm në
në këtë rrugtim, edhe në fotografi ke nevojë për kohë, që të registrojsh një ekspozicion, të bësh një ekspozicion, po edhe koha për të arrit për të bërë fotografi. Nuk ka shortcuts, nuk ka rrugë të shkurta deri te suksesi. Spaku sipas eksperiencës time, duhet edhe atë që e përmendëm edhe në fillim, edhe arsimimi. Mbi ndërtimi profesional, burime të shumta ka në ditët e sodit ku mund të marrin informacione, informata në mënyrë shumë lehtë të qasshme, edhe nëse kombinojnë këto të dyja, elemente tjera më duket disi sikur vinë me qëllimin përfundimtar, Linda, të arrihet një ekuilibër. Të arrish ekuilibër në atë si e punon fotografin, të arrish ekuilibër edhe në vetë realizimin e fotografisë. Më duket se ajo arritja e mesit ose baraspeshës, qoftë në jetë, qoftë në profesion, qoftë në fotografi, është ajo sfidë më e madhe se sa ta mësojsh funksionimin teknik të aparatit. Teknikalitetin e aparatit. Unë ti kam kërkuar ty sot 3 fotografi të cilat në një farë forme të kanë frymzuar, të kanë ndikuar ose të kanë hapur ndonjë horizont të veçantë sa i përket profesionit të fotografisë. Dhe këtë e bëra pikërisht me qëllimin që të marrim edhe ne një edukim se çfarë është fotografia e vërtetë dhe një fotografia cilësore. Regjia po na ndihmon në këtë moment me fotografinë e parë. Duket jashtëzakonisht e veçantë. Do doja ta kem regjia në 2 pjesë ekranin që ta shohim pak më qartë. Faleminderit. Ashtu. Për zgjedhjen kur më tha për 3 fotografit, mora 3 fotografit të cilat në vete ngërthejnë një historie dhe të cilën ndoshta kisha dashur ta ndaj edhe me publikun. Patjetër, jam shumë kurioze ta dëgjoj. Kjo është fotografi e veçantë për mua në kuptimin edhe nga aspekti teknik, është pak më vështirë të realizohet, po edhe porosinë të cilën s'pak unë si fotograf ose artist jam përpjek ta përcjelli, është për shumë stresshmërinë që e kemi neve si njerëz. Është fotografi e një valltare në Zvicër, e kemi realizuar këtë në studion në Bern, edhe për mua ai ka domethënie që nuk mundemi neve njerëzit t'i shohim vetëm nga një perspektivë. Ose se cili prej nesh i ka shtresa të ndryshme, të cilet janë përpjekur së paku përmes kësaj fotografie ti paraqes. Edhe realizimi ka qenë i paramenduar, mirë po nga ndonjëherë edhe gabimet gjatë realizimit të fotosesioneve din të dalin edhe shumë kreative dhe interesante. Domethënë, storia ose porosia e kësaj fotografie, pse këtë e kam përgjedhur, ishte ajo shumë stresshmëria e njerëzve që jemi, edhe pse ne si fotograf përpiqemi të paraqesim njeriu në më tepër dimensione, kemi sfida. Fotografia e dytë, domethënë, është një fotografi e realizuar në Muzeun e Artit në Bern. Ka reflektim, me sa ka reflektim, edhe është fotografi e një ekspozite Alpet e Zvicrës. Muzeet i kanë pikë të dobët. Domethënë, kur e përmendëm personat ose kush ka pas ndikim, vizita në muze më luajnë shumë rol të rëndësishëm si burimi i inspirimit edhe për mua, sidomos në realizimin e portreteve më klasike. E në këtë rast qëllova disi të kem edhe një dritare mbrapa meje dhe disi e kisha atë idenë si kur jam pjesë e artit, e veprës artistike. Fatmirësisht vetë vepra ka mbrojtje një qelç, të cilit reflektohet paka shumë edhe hija ime natë, edhe disi e shoh vetë vetën si një lloj si përpjekje për të qenë pjesë e veprës artistike, gjë të cilën e praktikoj shpesh kur vizitoj muzeje, nuk ndjeki narrativin tradicional që muzeu zakonisht të jep të shkojsh prej në djathtë, në të majtë, ashtu po bëj një narrativ ku shkoj edhe shoh ti gjithkunde ke rrugën tënde. Gjithnjë. Sidomos në muze përpiqem ta shoh atë
të shoh cilat vepra mua më flasin, ose me të cilat unë identifikohem, pa e ndjekur kontekstin hapësinor të cilën ne ofron muzeu, edhe e krijojnë historie timen për të. Që pastaj, natyrisht kjo kërkon kohë të gjatë, domethënë nëse keni pasditë të gjatë, se Muzeu i Artit në Basel është relativisht i madh, e marr edhe audio guiden edhe mandej shkoj të njëjtat vepra edhe ndigjoj narrativin e historianëve të artit mbi atë vepër. Edhe shoh kjo ta jep kontrastin ose pikat e përbashkëta që i ke bërë. Zakonisht atë që artisti përpiqet ta përcjellën, jo detyrimisht korrespondon me atë se si shikuesi e percepton ose e absorbon. Absolutisht. Dhe fotografia e tretë, duket është një atelje arti? Fotografia e tretë është ateljeja e të ndjerit Omer Kaleshi. Gjatë një rezidencë artistike në Paris, kisha për si projekt fotografimin e personaliteteve nga Maqedonia, të cilët jetonin edhe vepronin në Mërgat. Në Mërgat, pasi që isha në Paris, e shfrytëzova domethënë Mërgatën që jetonte në Paris, edhe projekti titullohej Perëndimi i ëndrave. Perëndimi si referencë gjeografike ku kemi mërguar neve shpesh për të ashtu, mirë po edhe perëndimi edhe si folje ku ëndrat tona perëndojnë. E fatmirësisht ose fatkeqësisht në atë kohë kur qëndrova në Paris, gjendja shëndetësore e Omerit u përkeqësua, edhe nuk mundesha ta realizoj portretin me të, mirë po falë një mikut ton të përbashkët, Luanit, më dha qasje të ateljeja, ku koincidencialisht, edhe pse kjo koincidenca është punë relative, gjindej portreti, vetë portretit se cilin e ka bë Omeri para se t'i përkeqësohet gjendja shëndetësore, edhe në atë kohë isha ende në atë frymën e ekspozitës artistës Abramović, e cila fokusoi në The Artist is Present. Këtu e kisha paka shumë atë ekspozitën performative të Abramovićit, The Artist is Present në MoMA. Këtu artisti nuk ishte. Fizikisht jo, por... Nuk ishte. Përpjekja ime ishte të bëj artistin të jetë prezent aty, edhe pse fizikisht nuk ishte, edhe një ndër mund të them atyre përpjekjet e portreteve më jo konvencional, që jep edhe lirin të mendojmë se jo domosdoshmërisht duhet të kesh personin përpara aty që të realizosh portretin. Portreti mund të realizohet edhe në mënyra tjera. Absolutisht, dhe kjo është gjithashtu një pjesë e botkuptimeve shumë të veçanta që ti ke për portretin dhe fotografin, që njeriu nuk është objekt. Nuk është. Unë kam pas eksperiencë të madhe në digitalizimin e doshkrimeve mesjetare, ku kemi pas, kjo është fletore, mirë po kemi pas doshkrime të cilët i kemi vendosur para maqinës me aparatit sen, punë interesante, teknike, shpesher din të tete dhe bukur për shkak të ilustrimeve, iluminimeve të bukura që kanë doshkrimet, shpesher doshkrimet, mirë po në fund disi alinde ato mbeten objekte. Disi rregullohet gjithçka, vendoset doshkrimi shkrepje. Aty ka shkrepja, vetëm e shtypën atë senzorin, shkrepën, e të ndron faqen, shkrepje tjetër, kalimi në njerëz ose kalimi në portrete është eksperiencë krejt tjetër. Domethënë, secili person të cilin kam fotografuar, kam pas para objektivit, ka qenë një storje në vete. Nuk ka pas storje të ngjashme natyrisht, ka mirë po secili person i ka sfidat e veta. Edhe përparësitë, edhe mangësitë, edhe sfidat, edhe ashtu përpiqem kur i qasem punës së fotografisë, njerëzit mos t'i trajtoj si objekte, ndalu fotograf tang dil, vazhdosen, po të ketë një komunikim më një komunikim. Në fund besoj se vështirësia më e madhe është
arritja ati komunikimi, arritja e asaj lidhjes mes fotografit edhe personit të cilit e fotografon, që mandej pjesën teknike të shkrepjes se lehtëson shumë ma tepër. Romir, unë kam një besim që njeriu në suksesshëm dhe njeriu në mirë nuk e bëjnë meritat, as trofet, por e bëjnë principet. Cilat janë principet edhe vlerat profesionale me cilat ti nuk bën kompromis asnjëherë? Ndoshta edhe për shkak të pjesës madhe punës që e bësh është konfidencialiteti ose besueshmëria të cilën u ofroj klientëve të cilët i fotografoj, po edhe të cilën edhe vetë punëdhënësi e pret prej meje. Nuk është e rastishme përse gjithë këto portrete që u zhvillon, edhe pse domeni im është kryesisht në portretin e biznesit, nuk ka shumë fotografi... Kishte edhe shumë artistike brenda, po. Unë përpoqa këtë rast i paraqes vetëm ato artistike, se një pjesë të madhe dhe nuk kam as drejti, do më thanë ndoshta 60-70% të punës të cilën e bëj, nuk e publikoj, nuk e ekspozoj. Konfidencialiteti ose besueshmëri, krijimi i kësaj ndjenjes të personit që vjen të fotografohet të mu të mundet, e do të thëmë në mënyrë pak figurative edhe metaforike, të mund të zhvishet para meje. Nuk flasë natyrisht për zhveshjen e teshave, të zhvishet emocionalisht që mes meje edhe person që fotografoj mos ketë pengesa... Mure dhe komplekse, po. Mure do t'jetë ishte shumë metrash, më thëmë perde mos ketë, se perdeja pak ashtu e të vëllë, mure ka, shpesher ka dhe mure të cilat duhet të thyen, mirë po arritja e kësaj besueshmërie për mua është sfida ma e vështirë. Krijimi i këtij komunikimi, krijimi i kësaj shkëndije mes fotografë, nuk thomë që gjithnjë është e suksesshme. Jo, do t'ishte utopike të thuhet që secili portret që realizon e arrin atë 100%, mirë po në të shumtën e rasteve ndodh që ajo marrëdhënia mes fotografit edhe person që fotografon të jetë në atë nivel sa që edhe produkti final mandej të ketë një dimenzion të tejkohshëm. Mos t'jetë foto e pasaportës, po të jetë foto e cila e nxjerr dritën më të bukur. Po. Si jarin këtë përmes komunikimit paraprak që e bën me njerëzit, sepse edhe unë jam një nga ata njerëz që kur kam aparatin përpara anë të stepem. Është një ngërç. Edhe une. Edhe une kur dalë, unë shumë më mirë dihem brapa aparatit se sa përpara... E kemi edhe një portret tëndin aty, nështë regjia mund të na ndihmojë me portretin e Romirit. Ai është portreti prej festivalit të fundit që u organizu në Friburg, edhe si teme kishte punën e, do më thanë, krimi historieve ashtu, edhe për atë edhe me timin e marketingut edhe komunikimit vendosëm që gjitha portretet e misafirëve special t'i bëjmë pak a shumë në këtë mënyrë, edhe pse këtu tash është pak ma i gjërë për shkak të proporcioneve. Besoj që, Alinda, jo arritja nuk ka një definicion. Do më thënë, nuk ka një si arrijet ajo, është studim, varësisht edhe personin të cilin e kam përpara, do më thënë, ajtë të themi rastin e Axhës Bajrush. Do më thënë, për mua ajo ka qenë edhe pjesë studimi, edhe të kesh parë edhe shfaqet e ati, ndihmon në realizimin e një portretit të atil, është një detyrë shtëpie që e bën, mirë po ajo pjesa tjetër është pjesa dërmuese ka të bën edhe me lirin të cilën u ajap personat që dalin përpara aparatit të jenë vetvetja. Merë kohë, për atë thëmë, i kthehemi kohës, do më thënë edhe ajo merë kohë, nuk është që mund të realizohet, për atë preferoj që kur realizojmë portrete pak më artistike, t'i japim kohë edhe unë vetvetes edhe personi që fotografoj, subjekti, më duke disi shumë lartë, po personi që fotografoj, t'i japim vetvetes kohë që të ambientojemi edhe të zhvishemi, të them ashtu. Figurativisht. Figurativisht, po. Romir, folëm se çfarë është fotografia e mirë, për çfarë e bën një fotograf të mirë? Hajde, mi thuaj tre rregulla, tre principe, tre parime që njëri që ka një telefon ose një aparat me vetë, se ti thuaj që fotografin nuk e bën mjeti. Mjeti. Por e bën shpirti. Çfarë e bën një fotograf të mirë?
Këtë se pritëm duket. Këtë nuk e prita edhe është... Po të lë pak të mendohesh. Edhe për mua është pak mënyrë interesante për të reflektuar. Nuk kisha mund të them që unë jam do një fotografi mirë, do me thënë nuk isha nisë... Jo, këto e thonë punët e thonë suksesi. Nuk isha nisë me atë parim. Empatia. Ndoshta ai aspekti empatik që ti të bashk mishrohesh me personin që fotografon, të bën fotograf të mirë, të bën më njerëzor. Gjithë një ndërlidhemi me aspektin teknik, po më duket se është ajo njerëzorja që është shumë më vështirë të arrihet në një profesion, në gjitha profesionet, po rastin konkret të fotografisë, të kesh empati edhe të reflektojsh njerëzillëkun, atë të njerëzishmen në ty që të mundet personin të cilin e ke përpara përfundimisht ta paraqesish në dritë, në mënyrë më të mirë. Kisha mund të them empatia, mëshirimi me personin të fotografon edhe ndoshta autenticiteti i punës, i realizimit të produktit final. Sa shpesh e kemi përmend në këtë studio këtë vlerë, nga gjithë individët që vinë këtu dhe ka një bagazh suksesi, autenticiteti përmendet si një prej vlerave, që sidomos sot vihet në pikpyetje shumë të madhe, po nuk do mend që patjetër është një nga vlerat cilët duhet t'i kthehemi si shoqëri. Regjia po na ndihmon në këtë momente me pamje nga disa workshope që ti ke realizuar me trinjt. Aktualisht, viteve të fundit me sa kam parë, punon goxha shumë me trinjt, me trinjt entuziast që duan të mësojnë për fotografin, edhe nga vendi jonë, vjen shpesh tu për trajnime. Çfarë të thotë kjo përvojë, Romer, si e perceptojnë të rinjt sot fotografin? Detyra kryesore ose kur bëhet paraqitja e këtyre punëtorive, workshopeve të fotografisë, të cilat në këtë nivel janë këto që tregojnë janë shumë bazike, domethënë janë për bazat e fotografisë së portretit. Përpjekja ime ose qëllimi kryesor në fund të asaj dite nuk është që ata persona që kanë marrë pjesë në punëtori të shndrohen në fotograf profesionist. Nuk arrihet ajo me një ditë, nuk mund t'jap premtime të asaj natyre. Por nëse arri që në fund të asaj dite të ndroj mënyrën se si ata e shohin ose e perceptojnë botën, më duket se është një piknisje e mirë të rrugtimit të tyre në fotografi. Do ta përmendi në shkurt isha për herën e dytë në Stamboll për një punëtori të fotografisë, edhe në gjithë atë Stamboll të madh sa ishte aty, qëllova të takojnë një vajzë e cila më njofti edhe më tha ju njofta prej dikundi, tha po mos jeni profesori im i anglisht, me anglisht jo tha, mirë po me fotografi, tha po tha, para 3 viteve tha keni qenë, apo para 2 viteve keni qenë në Stamboll, ka marrë pjesë, unë jam sot fotografe. Wow. Edhe për mua ju ishte një... Ti inspirojnë këto momente, besoj. Do me thënë, neve atërës biseduam shumë gjëra bazike, tha, unë sot punoj si fotografe, tha, kursin e pare kam bë... Do me thënë, nëse arrim neve si mësimdhënës... Ta ndezin këtë dritë diku. Atë shkëndita kemi, ajo mjafton. Nuk pres që gjithë ata që marrin pjesë aty do të shndrohen në fotograf, mirë po kur i hynë fotografisë me idenë që do të bësh një dritë të shkrim, e fisnikron disi fotografin edhe s'paku ndoshta kontribuojnë në krijimin e fotografive pak më kualitative se sa ajo që në përditshmërinë tonë e shohim. Dhe kjo që të është një ndryshim i bukur që ti dhe profesionistit ti mund ta kenë si impakt, jo vetëm te trinjt, po një impakt që mund tjetë edhe më i gjerë social. Për fund, Romer, në fund të krejt këtij rrugtimit, unë dua të pyes se çfarë është ajo që ti do doje realisht të ndryshoje në shoqërinë tonë. Ndoshta tendencat e jemi më pak paragjykues ndaj fenomeneve, sidomos ndaj njerëzve. Puna me njerëzit, puna me fotografinë e portretit më ka mësuar atë modestin e mos paragjykimit. Paragjykimit edhe gjykimit. Gjë të cilën
nëse kisha mundi si të kontribuoj në atë drejtim, kisha dash ta ndryshoj sidomos për brenda shoqërisë, do të them tash në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, ku e konsideroj si vendlindje, më duket se është ai një dimenzion i cili na rëndon shumë si shoqëri. Na rëndon edhe nëse mund të shprehem në gjuhën e fotografisë, na bën të shohim gjërat shumë bardh edhe zi. Duke harruar se qoftë edhe në fotografinë bardh dhe zi ka nuanca të bardhës dhe të zezës. Të zezës, të përhimtës, që ndoshta përbën edhe pjesë shumë më të madhe se asaj, që nëse flasim në atë gjuhë, do duhet të shohim pak edhe aspektet e përhimta të asaj fotografisë, se jo gjithçka është bardhë dhe zi. Nëse si fotograf kisha mund në atë drejtim të bëj diçka, kjo do të kishte qenë ajo që edhe në ato mësime që i jap për fotografinë e portretit është një preporosive kryesore që gjërat nuk duhet të shifen bardhë dhe zi, duhet të shifen qoftë me gjithat gamën e prej të zezës deri te e bardhët që është shumë e madhe, edhe në frymën e asaj që edhe mos them e ligjerojnë ato workshop Arlinde, do ta shfrytëzoj edhe këtë rast këtu, studentëve zakonisht u jap një fletore të zezë. Po, dhe ti shkruan në fletore të zezë me laps të bardhë. Kjo është fletorja ime, ku i mbaj shënimet, edhe zakonisht marrin secili nga një fletore të këtill me një laps të bardhë që shumë i përafrohet pod kuptimit tim edhe misionit të fotografisë edhe kuptimit shqip të dritë të shkrimit, ku në një sipërfaqe të zezë ata kanë mundësi të shkruajnë diçka të bardhë edhe thom në fillim të kursit thom nuk do të mësoni asgjë për fotografinë, kjo është kurs i shkrimit. Do të shkruaj me dritë. Në atë drejtim do ta kisha dashur edhe ty të ta dhuroj një fletore të këtill, edhe me një përkushtim të shkurt, Arlindes, për përpjekjet e saj të vazhdueshme të paraqet realitetin ton në një dritë më të mirë. është shumë e vlefshme për mua. Do të kisha dashur që këtu misionet e tua, përpjekjet e tua, sfidat e tua, ti paraqesish me këtë kombinim të një fletore të zezë të shkruash me dritë. Të faleminderit shumë, dhurat jashtëzakonisht e veçantë, të faleminderit që e sheh edhe punën time me këtë lloj drite. E shoh. Të faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, Romer, që biseduam bashkë, që hodhëm dritë pak më thellë mbi disa dimensione edhe të tuat, por dhamë edhe mesazhe, besoj të bukura e një hartë të vogël se si duhet ecet nëpër botën e fotografisë për ata që duan të ecin. Të falemderoj shumë edhe një herë që ndave kohën edhe gjithë sinqeritetin këtu në studion tonë dhe uroj që të shifemi herave të tjera patjetër. Gjithsesi të faleminderit ty për ftesën edhe për bisedën kaq të këndshme dhe të thellë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Miq të dashur, këtu do ta përmbyll këtë edicion pak emocionuar nga dhurata që më dha Romiri. Do rishihemi sërish javën e ardhshme, bashkë me Rumpafshim.